Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Të bëjmë inshallah 2 apo maksimumi 3 ndalesa të shkurtra nga jetët që I lexuam dhe bëhet fjalë pikërisht nga surja Hadid. Dhe ndalesa e parë që do bëjmë inshallah është ajeti ku Allahu lartësuar thot: pasi Zoti I gjithësisë në disa ajete ka bërë thirrje dhe ftesë që njerëzit të besojnë, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifin fi. Pra besoni Allahun, besojni të dërguarin e Tij dhe tregoni gatishmëri për të patur kontribut dhe për të shpenzuar dhe për të bërë mirë me ato mirësi që ju ka dhënë Allahu I lartësuar. Pasi bën ftesën Zoti I gjithësisë dhe pasi bën thirrjen që njerëzit të kenë gatishmëri për të përgjigjur thirrjes së Allahut të lartësuar, ka bërë një premtim madhështor dhe ka thënë: men dhalladhi yuqridu Allaha qardan hasana. Kush është ai që I jep Allahut një hua të mirë? Dhe pastaj ai t'ia shëmfishoj atë dhe t'i jap një shpërblim të mirë. Pra shikoni se sa bukur fillon kjo sure duke përmendur Zoti I gjithësisë madhështinë e Tij, me emrat, me atributet se kush është Allahu I lartësuar. Në mënyrë që njeriu të kultivojë respekt për Zotin, të respektojë, të kultivojë në zemrën e tij, pasi e njeh Allahun I lartësuar, atëherë kultivon respekt, bindje, atë madhështinë e Allahut të lartësuar. Dhe në momentin që ti e kultivon diçka të tillë, e ke gatishmëri, pse se e njeh Zotin e gjithësisë. Pastaj pasi na prezanton me veten e Tij, thot: aminu, besoni Allahun dhe tregoni gatishmëri në atë që ai ju kërkon dhe ju thret. Pastaj pas kësaj Allahu I lartësuar e shoqëron duke e përforcuar me një premtim madhështor: men dhalladhi yuqridu Allaha qardan hasana. Kush është I gatshëm t'i huazojë Allahut një huazim të mirë? Dhe për çfarë huazimi bëhet fjalë? Këtu përfshihen gjitha veprat e mira. Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yarah. Çdo njeri që vepron një punë të mirë, e cila kjo punë e mirë peshon qoftë dhe sa një grimc, do ta shikojë tek Zoti I gjithësisë, do ta gjejë atë. Pra që do thotë, çdo punë e mirë që del prej besimtarit, prej besimtares, pavarësisht se është fjalë që thuhet, apo vepër që veprohet, apo kontribut që lëshojnë, lëj gjurmë, njeriu duhet ta konceptojë, duhet ta konsiderojë si huazim. Pra çdo huazim, çdo thotë japësh diçka hua, apo të marrësh diçka hua, që ti e merr, e përdor, pastaj në një afat saktuar, pastaj e kthen. Pra shikoni se si Allahu I lartësuar thotë: namazet tuaja unë I huazoj, agjërimin tuaj unë e huazoj, sadakat tuaja unë I huazoj. Pa? U marrun përkohësisht. Do t'ua kthej pa merak. Do t'ua kthej Zoti I gjithësisë. Jeni lodhur se keni agjëruar, apo jo? Keni sakrifikuar, jeni privuar nga ushqimi, nga pija, keni falur shumë namaz, keni lexuar Kur'an, keni bërë dhikr, keni dhënë sadaka, keni dhënë zakatin, jeni privuar nga kënaqësi të ndryshme. Jeni privuar, apo jo? Atëherë çfarë konsideroje këtë? Mos e konsidero si diçka që shkon dëm, as si privim, as si mundim, lere më pasaj si tortur, as si kufi, si bar, jo, por si tregtim me Zotin e gjithësisë, si huazim. E ka marrë Allahu I lartësuar hua, do ta kthej. Kur do ta kthej? 2 pyetje. Kur dhe si? Kur do ta kthej Allahu I lartësuar? Që në këtë botë, në forma të ndryshme, në risk, në shëndet, në shërim, në zgjidhje të situatave të caktuara, në hapësira të ndryshme, në vendimarrje të thukta, të qelluara. Dhe sa e rëndësishme është kjo në momente të caktuara. Të qenurit në mbrojtjen e Tij dhe kështu fol sa të duash prej, ne nuk bëjmë gjë tjetër 24 orë non stop, mëngjes mbrëmje, gjatë gjithë kohës vetë se zhytur në mirësitë e Allahut. Pra I merr, I huazon Allahu, I kthen. Si I kthen? Jetën e kësaj bote në formën më të mirë. Pra me atë përkujdesjen hyjnore. Me atë gramaturën siç I lipset, siç I nevojitet njeriu. Jo siç e duam ne. Dakor? Pra në mënyrë të pandërprer, kur dohet. Po pastaj vazhdon efektet, gjurmët dhe shpërblimi I këtij huazimi e kthen Zoti I gjithësisë. Ai kthen në namazet tona. Kur? Në jetën e kësaj bote. Po pastaj në mënyrën se si merret shpirti, që na nxjerr Allahu faqe bardhë që të gjithë. Po pastaj në momentin se si qefinoset ky shpirt.
me qefim prej xhenetit. Po pastaj në mënyrën se si lartësohet ky shpirt dhe vazhdon lartësimin në shoqërinë me melekëve deri në ilijin, deri në regjistrat aty ku janë shkruar emrat e vepërmirëve, në lartësitë e larta. Aty shkruhet emri, shkruan huazimet, shkruan punët, veprat e robëve. Po pastaj me qëndrim të këndshëm në varr, deri kur në atë varr që ndoshta kanë mbirë barishtet, shkurrët, ndoshta është harruar, ndoshta edhe nuk dihet që është varr aty. Ama aty brenda çfarë ka? Ka kopësht prej kopshtëve të xhenetit, ka thënë pejgamberi alayhis. Si ndriçohet dhe bëhet kopësht, dhe si lulëzohet dhe bëhet kopësht, dhe si përkthehet dhe kthehet ky huazimi i Allahut lartësuar, si kthehet? Aty me shpërblime. Allah është Zot. E bën atë varrin që duket një grop e errët. Nuk kam parë gjë të frikshme, thot pejgamberi alayhis, veçse varri ja kalon asaj. A nuk kam parë në dunja pamje më të frikshme, veçse pamja e varrit Zot na ruaj ja kalon asaj. A nuk mund të gjesh pamje më të frikshme në këtë botë se sa ajo gropa 1 metër apo 1 metër e pak me një dimension të kufizuar që ne aty futim të dashurit tanë tani, të afërmit tanë, dhe pastaj vazhdon radha të dashurit tanë, të afërmit tanë, do të fusin ne, do të groposin ne. Nuk kam parë pamje më të frikshme se sa ajo. Thotë treguari Zot. Mirë, po premtimi i Allahut çfarë është? Merren këto huazime, këto namaze, këto agjërime, këto punë të hajrit dhe kthehen. I kthehen Allahut, i cili është Kerim, i cili është bujar, i cili është përblies i madh. Aty premtimi i Zotit nëpërmjet pejgamberit alayhis salam është do jetë një varri, është një kopësht prej kopshtëve të xhenetit për besimtarin. Dhe aty fillon dhe shpërblet pjesërisht me shpërblimet e xhenetit. Bëhet fjalë për shpërblimin e shpirtit, bëhet fjalë për shpërblimin e trupit, siç Zoti i lartësuar në një dimension që kalon më dimensionet që ne nuk i njohim. Siç ishim në barqet e nënave tona dhe nuk i njihnim dimensionet e kësaj dunjaje. Imagjino pak të vej dikush, dhe po e supozojmë, të shkojë dikush dhe të bëjë një komunikim, një dialog me foshin në barkun e nënës, dhe ti thotë do dalësh në botën në dunja, dhe aty do të kesh këtë gjë dhe do të kesh atë gjë dhe do të përballesh me këtë. A mund të ta konceptoj, ta besoj një foshnjë në barkun e nënës për çfarë bëhet fjalë për jashtë? Jo, pse? Sepse ti e fton, i qartëson një dimension që as nuk e njeh dhe as nuk mund ta imagjinoj. Ama vjen një moment që çfarë bën? Një çast është një fragment, është një ritual, është lindja dhe pastaj befas e gjën veten ku në dimension tjetër, në një botë tjetër. Një çast është. Një moment është, thot Allahu, një fragment dhe ne me daljen e shpirtit e gjejmë veten në një dimension tjetër, në një botë krejtësisht tjetër. O një grop prej gropave të zjarrit, Allahu na ruaj, thot për varrin, për pabesimtarin, ose një kopësht prej kopshtave të xhenetit. Po mirë, atë kopshtin me çfarë do ta blej? Me atë shpërblimin aty në varr, atë dritën aty në varr, me sa do ta blejmë? S'ka. Me atë që ti e ke investuar dhe e ke huazuar në dunja, me këto agjërime, me këto namaze, me këto vepra të mira. Vazhdon akoma e kthen Zoti i gjithësisë të huazim, këto namaze, kur që në moment që bëhet ringjallja, se si transmeton qetësi, se si transmeton siguri, se si e vendos në hije, atë që nuk ka hije tjetër përveç hijes së Allahut të lartësuar, se si kalohet me siguri dhe me qetësi mbi urën e Siratit, se si merret libri në dorën e djathtë, dhe se si të mbulon dhe të fshi dhe të fal gjunat, dhe se si të shumë fishon shpërblimet, dhe se si hapen që të 8 dyert të xhenetit dhe të thuhet futuni në xhenet si shpërblimi punëve të mira të cilat i keni investuar në dunja. Kulu washrabu bima aslaftum fil ayamil khaliya. Tani kënaquni, hani, pini, kënaquni në xhenetet e larta. Nga kemi këtë mërzot? E kemi nga mëshira Allahut dhe shpërblimi i Allahut, bima aslaftum fil ayamil khaliya. I keni paguar, i keni të parapaguar. Pa imagjino pak të kesh bërë parapagimin ku e ke bler paketën. Dhe ti tani çfarë të duhet thjesht? Shkon, të hapen dyert, të presin atje tek dera e resortit apo tek hotelit, thotë i ke sa ditje? Je 7 ditë? Po. Ke që ditë të paguara, ose ti ke paguar paketën. Si pasha pastaj. Aty, po sa është, sa zgjat kjo? 7 ditë. Pas 7 ditë apo 10 ditë do kthehesh përsëri, do punosh njëra tjetra, se është dunja. Hani, pini, kënaquni. Sot
këtu do të derdhet mëshira e Allahut, shpërblimi i Zotit bima aslaftum fil ayyamil khaliya. Keni të paguara, të rezervuara. Ku? Në ditët e dunjas, në namazet tuaja, me agjërimin tuaj, me sakrificat tuaja, me durimin, me sabrin, me gjithë shka që keni para paguar. Po mirë, sa është afati? Sa? Dhe nuk ka përgëzimet më të mëdha që dëgjojnë banorët e xhenetit është khalidin fiha abada. Këtu do t'jeni përjetësisht, nuk ka ndryshim për ju. Sepse çdo kënaqësi, sa do e madhe që të jetë, nëse është e përkohshme, është e përkohshme. Ama përjetësisht nuk duan ndryshim, thot Allah, nuk duan të dalin prej kësaj mirësie. Përkundrazi, çdo të xhuma, por jo vetëm, ushtohet mirësia akoma, ushtohet bukuria, ushtohen kënaqësitë, ushtohen dimensionet e shpërblimit të Zotit. Atëherë, pra, kush është i gatshëm të huazojë Allahut një huazim të mirë, çfarë i huazojmë Allahut? I huazojmë të libër Kur'anin, duke lexuar, duke mësuar, duke dëgjuar namazet tona, agjërimet tona, durimin ton, çdo virtyt, çdo moral, çdo sakrificë, prandaj qëndro i palëkundur në rrugë të Zotit. Ne sot e kemi në dorë të përzgjedhim paketën. Ka paketë të lirë, ka paketë mesatare, ka paketë të shtrenjtë, ka premium të lumë, po. Ashtë. Në varësi të asaj që do paguash, do të marrësh shërbimin. Ai nëse ti ke paguar për një paket më të thjeshtë një po. Ai s'mund të pretendosh, ti thuash atij, ore ku është suita më e mirë? Zotëri, ti ke paguar për një dhomë të thjeshtë. Tani edhe prej nesh, ka që paguajnë, përpiqen për xhenetin, rezervojnë për në xhenet paketat e thjeshta. Prandaj gjën musliman, besimtare me ambicie të dobët. E thot, të futem në xhenet. Madje dëgjon që kjo është të tmerrohesh. Thot, s'ka problem, edhe po kalove nga zjarri, thot, e rëndësishme është që kush ka besuar, një ditë del nga zjarri. Po ti se çdo thot një ditë në zjarr? E di se çdo thot një ditë në zjarr, sot na ruaj. Prandaj Allahu i Rasul thot, "Femen zuhziha anin nari wa udkhila al-jannata faqad faz." Kush shpëton nga zjarri, pa prekur zjarri, qoftë duke u zvarrit, ama shpëton, pastaj futet në xhenet, ai është i shpëtuari. Ky është përkufizimi më i drejtë, më kuptimplot i feuzit, i suksesit. Pyeti njerëzit, cili është përkufizimi i suksesit? Se cili prej tyre do të japë përkufizim të ndryshëm? Përkufizimi që na ka caktuar Allahu është kush shpëton nga xhehenemi, futet në xhenet, ai e ka arritur suksesin. Këtu tani se cili në varësi të përkushtimit, të sakrificës, të kontributit, blen paketën. E ke sot e blen paketën. Paketa nuk lihet atëherë kur del përpara Zotit. Jo, tani e blen. Prandaj dunjaja, kjo botë dhe kjo kohë që kemi në dispozicion është vendi i investimit. Sa më shumë investim dhe sa më cilësor ky investim. Sa më shumë punë të hajrit, hap sa më shumë dyert dhe porta të mirësive. Çdo portë, po informove që është porta e mirësisë, mos e lër mbyllur, hapat. Lër gjurmën tënde, qoftë që ndarka të caktuara, qoftë një moment, qoftë një citat, qoftë një fjalë e mirë apo diçka. Pse? Sepse është i gjithë një investim që kthehet me mirësi të shumta në këtë botë, në varr që kemi shumë nevojë dhe njëkohësisht në momentin që dalim përpara Allahut të lartësuar dhe ashtu blejmë paketën me që e quajmë premium, po e quajmë atë më të lartën e mundshme, që është ajo që na ka nxitur pejgamberi alayhis salam, që është xheneti Firdeus. Kur ti kërkoni Allahut, kërkoni xheneti Firdeus. Kështu quhet paketa premium. Xheneti Firdeus, xheneti më i lartë, është më i lartë i xhenetëve, është tavani Firdeusi. Tavanin ka Arshur Rahman, fronin e Allahut të lartësuar. Allahu na mundsoft xheneti Firdeus dhe Zoti i gjithësisë na bëf punë mirë. Nuk na ndal nga puna e mirë vetë dëshira. Dhe ti lutemi Allahut. Nuk ka mundësi që dikush të ketë dëshirën për të bërë punë të mira dhe mos ja bëj risk Zotit. Nëse nuk i mundsohet, i shkruhet shpërblimi sipas niyetit. Shpërblimin e ke sipas niyetit. Allahu na bëf punë mirë. Allahu na pranon adhurimet tona dhe plotësojmë inshallah. Vitrin të rekatë.